Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Kina kanë rënë dakord për një marrëveshje të përkohshme për uljen e tarifave reciproke, si pjesë e një përpjekjeje për të ulur tensionet në luftën tregtare mes dy ekonomive më të mëdha në botë. Lajmi u konfirmua nga sekretari amerikan I Thesarit, Scott Bessent, pas një raundi bisedimesh në Gjenevë me zyrtarët e lartë kinezë. Sipas tij, të dyja palët kanë rënë dakord për një pauzë 90 ditore në vendosjen e masave të reja dhe për uljen e tarifave ekzistuese në nivelin 10%, nga më shumë se 100% që janë aktualisht. Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të vazhdojnë të lëvizë drejt një tregtie të ekuilibruar, tha Bessent, duke folur për krah përfaqësuesit të tregtisë së Shteteve të Bashkuara, Jamieson Greer. Të dy zyrtarët përshëndetën përparimin e arritur në zbutjen e diferencave gjatë takimeve të fundjavës në Gjenevë, ndër veprimi I parë fizik I këtij niveli që nga rikthimi I Donald Trump në Shtëpinë e Bardhë. Që nga janari, Trump ka intensifikuar ofensivën tarifore ndaj Kinës, duke rritur tarifat për mallat e importuara në 145%, përveç tarifave të mëparshme nga mandati I tij I parë dhe atyre të vendosura gjatë administratës Biden. Si kundërpërgjigje, Kina ka vendosur kufizime në eksportin e elementeve të rrallë të tokës, që janë thelbësor për industrinë ushtarake dhe atë të teknologjisë së lartë në Shtetet e Bashkuara, si dhe ka rritur tarifat për mallrat amerikane në 125%. Marrëveshja aktuale synon të japë frymëmarrje për tregjet financiare dhe të përgatitë terrenin për një marrëveshje të qëndrueshme tregtare në muajt në vijim.